Në një nga ato momente intime që lindin pa u kuptuar, larg zhurmës së debateve dhe kamerave që gjithmonë duken se përgjojnë gjithçka, Edi gjendej përballë Bianës. Ajo ju afrua ngadalë, pa fjalë të tepërta, me një siguri që e vuri Edin në siklet. I hypi sipër me një lëvizje të natyrshme, sikur situata po rrëshiste vetë drejt asaj pike. U afrua pranë buzëve të tij dhe e puthi, një puthje që nuk ishte e gjatë, por mjaftueshëm e fortë për t'ia turbulluar mendjen. Edi e mori sipër në qafë, e mbajti për një çast, si për t'u siguruar se gjithçka ishte reale. Opa, i tha Bia me një buzëqeshje që diqte më shumë se fjalët. U dogja fare. Nga larg, Dolce i shihte. Sytë e saj nuk i ndaheshin Edin, por këtë herë shikimi i ishte mbushur me lakmi dhe inat njëkohësisht. Nuk ishte thjesht xhelozi, ishte ndjenja se po humbte terren, se loja po merrte një drejtim që nuk e kishte parashikuar. Inati ndaj Bias i lexoi në fytyrë, ndërsa buzëqeshja e ngrirë përpiqej të mbulonte zjarrin që i zjente brenda. Çdo lëvizje e Bias i dukej provokim, çdo afrim i Edit një goditje direkte, kështu u krijua një garë treshe, e heshtur por e fortë. Bia me guximin dhe afërsinë e saj, Dolce me shikimet plot dëshirë dhe strategji, dhe Edi në mes, i kapur në një hall që po i bëhej gjithnjë e më i ndërlikuar. Çdo hap i tij tashmë peshoi dy fish. Çdo fjalë mund të interpretohej si zgjedhje. Ke me e marr? Apo ke me e lënë? Pyetje që nuk i bëheshin me zë, por që rrinin fort në mendjen e tij. Edi e ndjente presionin. Nga njëra anë, afërsia e Bias ishte e drejt për drejt, e nxehtë, pa shumë kalkulime. Nga ana tjetër, shikimi i Dolces vinte si thirrje e heshtur, plot pritje dhe sfidë. Loja nuk ishte më vetëm strategji, ishte ndjenjë, ego, krenari. Dhe në këtë trekëndësh emocionesh, askush nuk ishte vërtet i qetë. Një gjë ishte e sigurt, kjo garë sapo kishte filluar dhe zgjedhja e Edit do të sillte pasoja, nga të gjitha anët.